Përshëndes të nderuar shikues, jemi bashkë në studion e lajmeve në Blu Televizion. Bashkia Vlorë ka bler një skrep rreth 105.000 euro pas një tenderi të çelur në tetor 2025, por paradoksi qëndron se në faqen e tenderimeve, procedura vijon të figurojë ende pa fitues dhe pa të dhëna për kontratën, çka ngre pikpyetje mbi transparencën e procedurës. Për më gjerë, shënimi redaksional. Procedura për blerjen e një skrepi për njësitë administrative u hap nga Bashkia Vlorë më 27 tetor 2025, me fond limit rreth 88.900 euro pa TVSH. Dokumentet e tenderit parashikonin kriteret e detajuara teknike dhe ligjore për operatorët pjesëmarrës. Megjithatë, në faqen e Open Procurement Albania, procedura vijon të shfaqet me statusin shpallur procedura, pa asnjë të dhënë për pjesëmarrësit, fituesin apo kontratën. Ndërkohë, regjistri i pagesave të thesarit tregon se më 5 qershor 2026, Bashkia Vlorë ka paguar rreth 105.000 euro kompanisë Startco për një kontratë të datës 18 shkurt 2026. Dokumentet tregojnë se kontrata është lidhur, mjeti është dorëzuar dhe kompania është paguar, ndërsa procedurat publike nuk pasqyron ende fituesin. Kjo mund të jetë pasojë e mospërditësimit të databazës, por mungesa e transparencës ngre pikpyetje. Bashkia Vlorë duhet të publikoj dokumentacionin e plotë të tenderit dhe kontratës, pasi një pagesë prej 105.000 eurosh kërkon transparencë të plotë. Bashkia Vlorë duhet të bëjë publike procesverbalin e hapjes dhe vlerësimit të ofertave, emrat e pjesëmarrësve, ofertat financiare, njoftimin e fituesit, kontratën me Startco dhe specifikimet e plota të skrepit, markën, modelin, vitin e prodhimit, kapacitetin dhe garancin. Sepse për një blerje prej 105.000 eurosh fjala skrep nuk mjafton dhe një tender nuk përfundon kur dalin parat, përfundon kur publiku mund të shohë se si dhe pse u zgjodh kompania që i mori ato. Edhe pse përgjatë taksit të Transballkanikës jetojnë mbi 5.000 banorë, si dhe funksionojnë 1.000 biznese, në zonë mungon linja e transportit urban. Banorët kërkojnë vendosjen e linjës së transportit që të përshkojë gjithë taksin, që sipas tyre është nevojë emergjente. Por, pavarësisht numrit të lartë të banorëve dhe bizneseve në këtë segment, mungon linja e transportit urban. Banorët e zonës thonë se kjo gjë i kushton, pasi sipas tyre, mungesa e urbanit bën që të mos kenë mundësi shtesë për të shkuar në një destinacion. Jo çdo kush, sipas banorëve, ka një automjet, teksa ka edhe persona me probleme të shëndetit fizik, të cilët nuk ecin dot në këmbë, ndaj linja e transportit urban është thelbësore për ta. Banorët kërkojnë vendosjen e linjës së transportit që të përshkrojë në total aksin transballkanike. Sipas tyre, kjo është një nevojë emergjente që e gjithë zona ka. Unë kam se jam nga më të vjetrit, të bloqet e banimit, mungon krejtësisht. Edhe kur vjen me hape, jo, gjithmonë si çdo të vi, me orar. Mundësit janë, nuk është se s'janë për ta bënë një autobus, apo 2 autobusa. Këtu autobusi nuk ka munguar dikur. Ka pasur autobus. Këtë punë mund të zgjidhni shumë mirë juve që jeni gazetar, mund të zgjidhni lart tek bashkia urbani, po patjetër se ka prekje, ka mine që jemi të fortë dhe lëvizim e bëjmë, po ka edhe prekje, ka edhe fëmijë. Taksin jo, nuk ja kanë mundësin taksis. Këteja nuk kam parë, jo, nuk kam parë. Kam se kam fëmijë këtu, kam djelë. Si të ja beja në këmë dërodhesha. S'kam të njohur tjetër se unë jam e ardhur. Bani duhet edhe për pensionistat kam një mendim, po të aolin atë e letën se unë 100.000 lekë marë se jam në kooperativa, kam punuar gjithë jeta, më ka grisur kasma e lopata, e misri, e gruli, se në fshatin tonë nuk ishte as makinë, as një gjë. Se përvaloj do të doj kjo në plakë. Jemi shumë fukarej, shumë me hale, njeri s'naj që janë hali, s'ke që bëjmë. Ne kemi mbyllur gojën edhe ja shtojmë në dere branë. Ka 5 vjetë të ku ka autobus fare të. Ata që kanë kështu që venë në punë e shu, po ne pensionistat e shu ne dalim për shqyrë konës, se nuk e ndjejmë me dhe në drejtën të shu. Autobusi duhet, po Autobusi duhet për orarin e punës e për të lëvizur njerëzit e se ka të më shorë që të lëvizit dorë. Atjetër duhet jetë. Se do mos doshëm. Ju nuk e di, po ande e shumë i kulturuar shërbimi, në qëndër. Është tulla u i ftohtë, duhet të kaloj. Kalon. Ne duhet të ketë edhe këti se shgoxha e mirë, shbërë
goxha e mirë këtej. Po, ka lëvizje, pallatet, shiko sa të mira, të bukura, njëra pas tjetrës. Për këtë zonë, këtej është i domosdoshëm. Me siguri, po si duket se kanë filluar pa vetë adin të urbanistikës. Filloi edhe këtej. Është plazh i vjetër, që ja unë tani duhet ishja në orën 10 jem atje, duhet të hypja me plazhin e vjetër. Po duhet të hypësh tek Sazani, që ti biesh vërdall dhe të sosesh. Linja e transportit urban transballkanike mungon prej më tepër se 5 vitesh. Sipas informacioneve, kompania e cila ka fituar të drejtën e kryerjes së këtij shërbimi në qytet e argumenton këtë me faktin që nuk ka klient, pavarësisht se përgjatë aksit janë disa prej blloqeve më të mëdha të banimit të qytetit, si 24 maj, kushtrimi, por edhe 1 maj. Ka nisur sot zbatimi i amnistisë penale. Në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale në Vlorë përfitojnë 9 persona. Prej tyre një i dënuar është liruar menjëherë, ndërsa 8 persona të tjerë kanë përfituar ulje të dënimit në varësi të kritereve të përcaktuara në ligjin për amnistinë penale. Ka nisur tashmë zbatimi i amnistisë, ndërsa përfitojnë persona të cilët janë në fund të vuajtjes së dënimit apo kanë kryer vepra të lehta penale. Një vendim i tillë është duke zbatuar edhe në institucionin e vuajtjes së paraburgimit në qytetin e Vlorës, në cilën përfitojnë 9 persona. Një prej tyre është liruar menjëherë, ndërsa 8 të tjerë do të përfitojnë ulje dënimi. Nga amnistia e miratuar në parlament përfitojnë kryesisht persona të cilët kanë kryer vepra të lehta penale ose persona të cilët janë në fund të vuajtjes së dënimit. Nuk do të përfitojnë nga amnistia persona të cilët janë ende në shqyrtimin e dosjeve dhe veprave tyre penale nga SPAK. Zbatimi i amnistisë penale ka nisur dhe në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale në Vlorë, ku një numër të dënuarish dhe të paraburgosurish kanë përfituar nga dispozitat ligjore. Në paraburgimin e Vlorës përfitojnë gjithsej 9 persona, prej tyre një i dënuar është liruar menjëherë, ndërsa 8 persona të tjerë kanë përfituar ulje të dënimit që varion nga 1 deri në 2 vite, në varësi të kritereve të përcaktuara në ligjin për amnistinë penale. Ndërkohë dhe 2 persona të tjerë që po vuajnë dënimin në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale Vlorë janë ende në proces shqyrtimi nga organet kompetente, të cilat do të vendosin nëse plotësojnë kushtet ligjore për të përfituar ulje të dënimit. Personi që është liruar ka vuajtur rreth 2 vite burg për veprën penale të kalimit të palishëm të kufirit për persona të tretë, pas hyrjes në fuqi të amnistisë penale dhe verifikimit të kritereve ligjore. Ai ka përfituar lirimin nga vuajtja e pjesës së mbetur të dënimit. Zbatimi i amnistisë penale nisi menjëherë pas miratimit të saj në kuvend. Në të gjithë vendin pritet të përfitojnë 541 persona, të cilët do të lirohen nga institucionet e vuajtjes së dënimit, ndërsa qindra të tjerë përfitojnë ulje të masës së dënimit. Siç mësohet, ka ende persona që janë në proces shqyrtimi për të përcaktuar nëse plotësojnë kriteret për të përfituar nga amnistia. Nga ana tjetër, nuk përfitojnë nga kjo amnisti personat që janë në nënhetim ose në gjykim për vepra penale që janë në kompetencë të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK, si dhe kategoritë e tjera të përjashtuara me ligj. Në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale Fier, 104 të dënuar janë liruar nga vuajtja e mëtejshme e dënimit, ndërsa rreth 210 të dënuar të përfitojnë ulje dënimi me 1 vit, e cila do të zbritet nga periudha e mbetur. Ekzekutimit të vendimeve penale në Fier. Pas shqyrtimit të dosjeve të gjithë të dënuarve me vendim penal të formës së prerë, Komisioni i ngritur për zbatimin e ligjit vendosi që 104 të dënuar të lirohen nga vuajtja e mëtejshme e dënimit, ndërsa rreth 210 të dënuar të përfitojnë ulje dënimi me 1 vit, e cila do të zbritet nga periudha e mbetur. Sipas njoftimit të drejtorisë së institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale Fier, pjesa më e madhe të liruarve janë dënuar për vepra penale me marrë të ulët dhe mesatar dënimi. Nga amnistia përfitojnë gjithashtu edhe 2 shtetas të huaj, pakistanezi Asad Ali, i dënuar për ndihmë për kalim të palishëm të kufirit, dhe rumuni Florian Balanescu, i dënuar për trafikim të lëndëve narkotike. Mes përfituesve janë edhe të dënuar me masa të larta dënimi, të cilët në momentin e hyrjes në fuqi të ligjit u kishte mbetur vetëm më pak se 1 vit për të vuajtur. Bëhet fjalë për Luan Fushën, i dënuar me 25 vite burg për vrasje me paramendim, i arrestuar në korrik të vitit 2008, si edhe Erlit Gegën, i dënuar me 14 vite burg për vjedhje me dhunë, i arrestuar në vitin 2014. Nga amnistia përfitojnë gjithashtu edhe 7 të dënuar mbi moshën 60 vjeç, të cilëve u kishte mbetur më pak se 1 vit nga dënimi për të vuajtur. Në ambientet e jashtme të burgut prisnin familjar, ndërkohë që të liruarit e kanë vlerësuar amnistin si pozitive. Ky vend me çfarë do t'ikësh?
Ku di gjonë që në makinë qasit që djemë në dy. S'ke njeri që të pres. Po se dim familjarën, po një se më rëmë. Sa e keve dënimin, sa ko? 2 vjetë, 2 vjetë, e sa të kishë mbetur? edhe 4 muaj. Si e vlerësoni amnestin? Faleminderit që në ndorën. Stafi këtu më Çfarë rregullueshëm. të pret tani kur të vesh në shtëpi, çfarë Po punë do ku bësh? di gjonë e moda të ecin përpara të shiti, ku di gjonë. Sa vite vojtë dënimin këtu në JVP Fjar? 3 vjetë. Për çfarë është dënuar? Shkelet ligjit. Sa përfituat? 2 muaj. Si e vlerësoni amnestin? Po hajde, mëshirë. Ku do shkoni sot? Në cilin qytet? Në Tepelen. Ju pret familja jashtë? Natyrisht. Personale sepse mund të rikthehen prapë. Në Shqipëri nuk mund të jetosh dot. Njerëzit pa përkrahen që jetojnë dot pa shkelur ligjin. Kisha thënë edhe një. Se? Ty se thash? Po më fal. Duhet të jesh më i Jetoj kështu. dot në Shqipëri thua pa shkelur ligjin? Po nuk jeton dot njeriu pa përkraje. Po këtu janë Po se to kjo Shqipëria, nuk e dini ju? Nga e di, nuk e shqiptare? Shqiptarë janë, çfarë pune do bësh tani që dole? Nuk e di. Familjen. Nuk e di. Çfarë do mbash familjen tënde? Nuk di. Këto janë senatorë personale, pse i Po, merren? kanë të tjera. Nuk ja dhuro ata. Ose bën vakit kthehen prapë, ku ta dish. Të blej gjithmonë? Atëherë kjo do thotë që nuk është bërë mësim. Si? Nuk është bërë mësim burgu. Si burgu mësim, çdo më thon fjala mësim. Atëherë për të mos ardhur më këtu. A bën vakit njeriu të mësohet, të mos mbijetoj? Këtë, e llogarit ti? Sipas Pikë që pari jemi rob të Zotit që do të jetojmë. Pastaj jemi rob të ligjit. Falni, sa të Në qoftë se neve nuk zgjidhim problemet kryesore të jetesës, miru çfarë do bëj? Atëherë ju keni patur probleme Si? ekonomike që arritët deri këtu. Po të gjithë probleme ekonomike. Nuk mësove një zanat. Edhe ti me probleme ekonomike. Edhe ti sklave e një si unë. Po në Po burg ti e nuk vi, sklave ama. shtëpie. Sklavët e shtëpisë janë që më të përkëdhelur. Kanë mundësi mbijetese. E kanë zgjidhur mbijetesën, kurse populli thjesht e ka zgjidhur mbijetesën. Ta dish. Zotri, nuk mësove dot një zanat, tani jetu tjetë. Se tani unë jam me zanat që nga 78. Cili është Shofer. Shofer konsumë. Jo, do nuk asë këna ligjin, olla. Një aksident me pasojë vdekje është regjistruar mbrëmjen e martë në aksin rrugor Vranisht-Vlorë në qendër të fshatit Vranisht. Automjeti që drejtoi nga një 59 vjeçar banues në Vranisht ka aksidentuar këmbësoren 80 vjeçare. Një aksident i rënd me pasojë vdekjen është regjistruar mbrëmjen e martë në aksin rrugor Vranisht-Vlorë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 22 në qendër të fshatit Vranisht, ku një automjet ka përplasur një këmbësore të moshuar. Sipas informacionit të policisë, automjeti drejtohej nga një 59 vjeçar banues në fshatin Vranisht. Në rrethana që mbeten ende për të sqaruar, mjeti ka aksidentuar një 80 vjeçare, e cila po lëvizte si këmbësore në qendër të fshatit. Përplasja ka rezultuar fatale për të moshuarën, si pasojë e dëmtimeve të rënda të marra. Ajo ka humbur jetën e bën ngjarje, pa mundur të transportohet drejt spitalit për ndihmë mjekësore. Menjëherë pas ngjarjes, në vendin e aksidentit mbritën shërbimet e policisë dhe grupi hetimor. Zona është mbajtur nën kontroll për kryerjen e veprimeve procedurale, ndërsa janë administruar provat që mund të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të dinamikës së aksidentit. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në komisariatin e policisë ku po merret në pyetje dhe po kryen veprimet e mëtejshme procedurale. Autoritetet pritet të përcaktojnë nëse shkaki i aksidentit ka qenë shpejtësia, mungesa e ndriçimit, pakujdesia apo faktorë të tjerë. Grupi hetimor vjen punën për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, përfshir pozicionin e automjetit, vendin ku ndodhej këmbësorja dhe kushtet e qarkullimit në momentin e përplasjes. Zjarri në fshatin Novosel, i cili nisi mesditën e së martës, vijon të mbetet aktiv edhe gjatë mëngjesit të kësaj të mërkure. Tymi zi ka mbuluar sërish zonën duke treguar se zjarri vijon të jetë aktiv në disa pjesë të territorit, ndërsa ekziston rreziku që flakët të riaktivizohen dhe të përhapen sërish.
Një vatër zjarri fillimisht me përmasa të vogla u përhap me shpejtësi, si pasojë e erës duke përfshirë sipërfaqe të konsiderueshme me pemë, shkure dhe bimësi të thatë. Flakët u përhapën kryesisht në zonën pranë linjës hekurudhore ku shkrumbuan sipërfaqe me pemë dhe bimësi. Për shkak të drejtimit të erës dhe temperaturave të larta, zjarri avancoi me shpejtësi, duke ju afruar banesave dhe bizneseve të fshatit Novosel. Në vendngjarje mbritën fillimisht një mjet zjarfikës, por për shkak të përmasave që mori zjarri dhe vështirësive në teren, u kërkua mbështetja e forcave të tjera. Më pas në zonë mbritën dhe 2 mjete të tjera zjarfikës, të cilët u angazhuan në izolimin e vatrave dhe në parandalimin e përhapjes së flakëve drejt banesave dhe bizneseve. Forcat zjarfikëse punuan për disa orë deri në orët e vona të mbrëmjes për të vënë situatën në kontroll. Ndryrja u përqendrua në pikat më problematike, pavarësisht erës dhe tymit të dendur. Zjarfikësit arritën të shmangnin rrezikun e drejt për drejt për banesat. Me rënien e errësirës, ndërhyrja në teren u bë më e vështirë për shkak të mungesës së dukshmërisë dhe rrezikut për efektivët. Forcat zjarfikëse u tërhoqën nga zona, pasi kishin arritur të izolonin pjesën më të rrezikshme të zjarrit dhe të shmangnin përhapjen e tij drejt banesave. Megjithatë, vatra nuk u shua plotësisht. Mëngjesin e së mërkurës, tymi i zi mbuloi sërish zonën e Novoselës, duke treguar se zjarri vijon të jetë aktiv në disa pjesë të territorit. Për shkak të thatësirës, temperaturave të larta dhe pranisë së bimësisë së djegshme, ekziston rreziku që flakët të riaktivizohen dhe të përhapen sërish. Një mjet i forcave zjarfikëse ka mbritur në vendngjarje me qëllim izolimin e plot të vatrave dhe shuarjen përfundimtare të zjarrit. Ndryrja do të vijojë dhe në zonat ku ka ende trungje shkure dhe materiale të tjera që vazhdojnë të digjen apo të nxjerrin tym. Shkaqet e rënies së zjarrit mbeten të paqarta. Pas shuarjes së plot të vatrave, pritet të kryen verifikimet për përcaktimin e origjinës së flakëve, ndërsa situata vijon të monitorohet nga forcat zjarfikëse dhe autoritetet vendore. Është 68 vjeç dhe punon deri në 9 orë në ditë, ndërsa prej 44 vitesh jeton mes pasionit për elektronikën dhe dashurisë për punën. Zigur Çela i vijon të ushtrojë profesionin e tij si teknik televizorësh, ndërsa thotë se kënaqësinë më të madhe e gjen pikërisht tek puna. 44 vjet mes pasionin për elektronikën dhe dashurisë për punën, edhe sot në moshën 68 vjeçare Zigur Çela vijon të ushtrojë profesionin e tij si teknik televizorësh, por edhe të riparojë çdo pajisje që lidhet me elektronikën. Edhe pse prej vitesh është në pension, ai pranon se nuk e ka menduar asnjëherë ta lëjë profesionin. Gjithçka nisi në një moshë shumë të re, gjatë kohës kur shërbente në ishullin e Sazanit, që prej asaj kohe pasioni për elektronikën nuk ju nda kur. Më pas ai vazhdoi këtë profesion në Vlorë, duke punuar edhe gjatë viteve para demokracisë. Merreni me rregull televizorash, konkretisht cila është puna që ju bëni? Riparim televizorësh, paketa elektronike për pajisjet elektroshtëpiake. Paketet elektronike i heqin teknikët profesionistë të lavatriçet, frigoriferave, kondicionerave, i sjellin këtu, i riparojnë, që shkojnë i montojnë ata. Ndërsa televizorët vinë këtu, riparohen, provohet, jepet garanci klientit, merret. Sa vite ke që merresh me këtë zanat? Kam 44 vjet që merrem me këtë punë, vetëm me këtë punë. Mund të të pyes çfarë moshe je, nëse ma lejon? Jam 68 e ca. Dhe nuk ke mërzitur asnjë ditë? Po asnjë ditë. Kam punuar për herë me pasion. Dhe gjithë puna ime për gjithë jetën ka qenë profesioni. Kolitiri, instrumentat. Përpara këtij sistemi kem punuar me ushtri, me divizion, ish në Sazani. Pastaj në Vlorë, aty te Bici Kaldrëmit kishim një laborator të ushtrisë. Filluam të ekim, u prish sistemi, bëra një dyqan timin, vazhdova tërë kohën me këtë aktivitet. S'kam emigruar asnjë ditë për punë, s'kam kërkuar shpërblim apo punë asnjë vend tjetër. I vetmi profesion që më ka ushqyer, kam krijuar familje, kam rritur fëmijë. Sigur nga kjo ka ardhur si të njëjti funksion kryeni në Sazan, merreshit me këto Po, elektronik. Elektronik. Kam filluar domethënë profesionin tim që nga llampat elektronike. Me llampa elektronike, baule ashtu, me vakum, pastaj filluan me tranzistor, pastaj më vonë me qipe, pasi kemi arritur te procesorët janë shumë inteligjente. Sa orë i kushton Ziguri punës së tij këtu? Punoj 8-9 orë. 8-9 orë. Suksesi im në punë ka qenë korektësia me orarin dhe këmbgulja për punën. Si ushtarak? Këmbgulja
Orari unë e kam, unë një ditë pushim se kam bërë për qef. Vetëm kur kam pasur një hapë dhe të diellat vetëm mbas dite pushim. Si pas Zigurit, vite më parë kishte shumë më tepër punë, pasi njerëzit preferonin të riparonin televizorët dhe pajisjet e tjera elektronike. Me kalimin e viteve, kjo situatë ka ndryshuar, pasi sot shumë pajisje zvendësohen më lehtë se sa riparohen. Megjithatë, ai thotë se profesioni nuk të la asnjëherë, edhe sot punon deri në 9 orë në ditë dhe kënaqësinë më të madhe e gjen pikërisht tek puna. Me fillimet e demokracisë, rrjeti elektrik në Vlorë, në gjithë rrethinat, ishte cilësi shumë e dobët. Energjia luhatjet krijonin shumë probleme. Plus televizorët ishin modele të reja, po më delikate nga goditja e energjisë. Atëherë kishte shumë punë. S'kishte natë të mos binte tensioni i lartë në një lagje, në një fshat, në një zonë, kaput e linjësh. Edhe ajo krijonte probleme. Se s'bën njerëz do faresh tek ne. Televizorët ishin me leku ishte me pakicë, nuk mund të blinin të gjithë televizorët të rinj, se u prishet ta hedhin poshtë. Tashi pak nga pak rrjeti elektrik është përmirësuar, televizorët janë ulur çmimet, është rritur prodhimi, është rritur dhe niveli ekonomik i klientëve dhe po se pati një në punë ka një tjetër apo një tjetër, po ka që edhe hedhin dhe poshtë shpesin fare për ta riparuar. Po në përgjithësi është vazhdon akoma të ekzistojë ajo mania për ta riparuar. Dashurin për profesionin e ka trashëguar edhe te djali i tij, i cili qëndron pranë në punishte gjatë pasditeve ose në ditë të veçanta. Sa u përket të rinjve, 68 vjeçari shpreh se ata nuk e kanë të njëjtin pasion për profesionin, pasi shpesh kërkojnë të ardhura më të shpejta dhe punë me më pak mundim. Ke menduar ndonjëherë ta lësh si zanat apo e ke trashëguar? Kam djalin që merret me këtë punë, pas mua punon në një firmë, kështu paradite mbajmë garancitë. Mbas dite është këtu me mua. Tash neve na ka bërë më profesionist e para këmbgulja, e dyta edhe interesi dhe fukarallë. Këta që jeni çik më plot, nuk janë aq këmbgulës dhe nuk janë aq nevojtar. Unë zanatin e kam patur pasion, këtë profesion e kam patur pasion. E kam ushtruar me pasion që në fillime kam bërë specializime që në atë sistem. Dhe e dyta, unë nuk i shikoja veten time në një punë tjetër që të integrohesha. Ishte vetëm ja punë që kisha aftësi profesionale për ta bërë, plus ishte vendi ku mund të jepi rezultate dhe të ngrija ekonominë time. Edhe kjo më detyroi që të bëj vetëm këtë punë. Kam qenë i kënaqur me përfitimin dhe nuk e kam lëshuar asnjëherë. Unë s'di të bëj punë tjetër që të lë këtë. E dyta, unë dhe në kafe 5 minuta dhe duhet të çohem, nuk urri dot atje. Ndërsa këtu në dyqan më kalon dita pa problem, pa mërzitur. Në rrugë nuk bret dot, në kafe nuk rri dot. Këtu e kam si bekim. Është shumë e vështirë. Është e vështirë, do durim, mund të merresh me një çik më i vogël se 1 milimetër, mund të merresh 1 orë për ta vendosur në vend, sepse nuk vetë si do. Dhe do këmbgulje, do durim, do të mos mërzitesh, po të qese je tip që nuk duron dot, nuk e bën dot atë punë. Tash unë mund të ketë njerëz të apasionuar, po të rinjt tentojnë gjithnjë tek punët sa më të lehta dhe me shumë fitim. Për Zigur Çelajn, profesioni mbetet një punë që kërkon mbi të gjitha dashuri dhe pasion. Janë pikërisht këto dy cilësi që e kanë bërë të mos i ndahet asnjë ditë elektronikës. Ai thotë se qetësinë dhe kënaqësinë e gjen tek puna dhe se do të vazhdojë ta ushtrojë këtë profesion për sa kohë do të ketë mundësinë. Shqipëria destinacioni më i lirë në Evropë për këtë verë, kështu shkruhet në median katalan se El Nacional, sipas të cilës Shqipëria është një destinacion që po zgjon gjithnjë më shumë interes, por që ende mbetet larg flukseve të mëdha turistike të mesdheut. Shqipëria, destinacioni më i lirë në Evropë për këtë verë, gjire parajsore, hotele me 10 euro dhe vakte me 5 euro, plazhe që rivalizojnë Karaibet, gastronomi e pasur dhe disa nga shtigjet më spektakolare për ecje. Kështu shkruhet në median katalana se El Nacional, sipas së cilës Shqipëria është një destinacion që po zgjon gjithnjë më shumë interes, por që ende mbetet larg flukseve të mëdha turistike të mesdheut.
Sipas El Nacional, ky vend ballkanik po fiton gradualisht reputacionin e një prej parajsave të fshehura të Mesdheut. Riviera shqiptare shtrihet nga veriu në jug të vendit, ku ndodhet një nga sitjet arkeologjike më të rëndësishme, rënojat e Butrintit. Një nga zonat bregdetare më të njohura ndodhet në jug, në Ksamil, ku plazhet me rërë të bardhë dhe ujëra të kristalta mahnisin çdo vizitor. Duhet pasur parasysh se shumica e plazheve në Shqipëri janë private dhe për të shfrytëzuar ato është e nevojshme të merret me qira një shezllong dhe një çadër. Megjithatë, nuk ka arsye për të shqetësuar, pasi çmimi zakonisht varion nga 5 deri në 8 euro për gjithë ditën. Ky është një çmim që ia vlen për komoditetin që ofrohet. Ksamili ndodhet përballë ishullit grek të Korfuzit dhe frekuentohet si nga turist vendas, ashtu edhe nga vizitor nga e gjithë bota, veçanërisht nga Italia. Ksamili është gjithashtu një piknisje ideale për të vizituar atraksione të tjera turistike shqiptare si Syri i Kaltër. Ky është një atraksion shumë i njohur turistik, ku uji me ngjyrë blu i burimit mund të shihet në një thellësi prej më shumë se 50 metrash. Vlen të theksohet se zhytësit kanë arritur deri në 50 metra thellësi, por ende nuk është përcaktuar vërtet se sa e thellë është kjo grop natyrore. Po ashtu, aty pranë ndodhet edhe parku kombëtar i Butrintit, i shpallur trashëgimi botërore nga UNESCO, përfundon shkrimin media katalana se El Nacional. Një pesh gof me pesh rreth 27 kg është kapur paraditën e së martës në ujërat e Vlorës nga peshkatari me shtiz Armando File, sipas të cilit ju deshën mbi 30 minuta për ta nxjerrë në sipërfaqe për shkak të përmasave të mëdha. Një peshk gof me pesh rreth 27 kg është kapur paraditën e sotme në ujërat e Vlorës nga peshkatari me shtiz Armando File. 50 vjeçari ishte zhytur në zonën e njohur si Spitaliera pranë Radhimës, në afërsi të anijes italiane të mbytur, kur hasi një tuftë peshish gof. Sipas tij, ai arriti të godas njërin prej tyre në pjesën e kokës me shtiz, por ju deshën mbi 30 minuta për ta nxjerrë në sipërfaqe për shkak të përmasave të mëdha. Përshëndetje. Prezantohem, më quhen Armando File. Faqja është Pescasub Armando File Vlorë, dhe të tregoja sot për ditën e peshkimit. Vemi tek vendi i peshkimit, Minjerelit, ujëra po ishin shumë të buka. Në një moment të caktuar më vjen dy gofa, dy të tilla. Qëllon njërën nga këto, siç e shihni, është qelluar në mbas koke. Shtiza nuk e kaloi, është qelluar këtu, shtiza nuk e kaloi në krahun tjetër, filloi të trishte gati gjysmore triq e leso, sa më afroi, pastaj siç e shikoni në kokë, e mbarova me pika se nuk ka vlen të luftoja. Pas nxjerrjes nga deti, peshku u transportua në qendrën e peshkimit në Radhim. Kjo nuk është hera e parë që Armando Fili bëhet i njohur për kapjen e një peshku të përmasave të mëdha. Pak kohë më parë ai tërhoqi vëmendje pasi kapi një tjetër gof gjigant në zonën e Lungomares, pamje që u shpërndan gjerësisht në rrjetet sociale. 3 të rinj ka rënë në prangat e policisë pasi hyrë në banesën e një të moshuari, e mbajtën me dhunë dhe e kanosën me një imitues armë zjarri, me qëllim vjedhjen e një shume parash. Ngjarja u regjistrua 3 ditë më parë në Bosh. Himar finalizohet operacioni policor i koduar Shuma. Hyrë në banesën e një të moshuari, e mbajtën me dhunë dhe e kanosën me imitues armë zjarri. Me qëllim vjedhjen e një shume parash, identifikohen, kapen dhe arestohen 3 autorë të dyshuar. Njëri prej të arrestuarve ishte me mas siguri arrest në shtëpi për krime në fushën e narkotikëve. Autorët kishin mbajtur në vëzhgim banesën e 70 vjeçarit për 2 ditë dhe kishin marrë me qira një automjet për të kryer edhe krimin. Sekuestrohet automjeti tip Mercedes-Benz, si rezultati veprimeve intensive hetimore dhe operacionale të kryera me njëherë pas kallëzimit të një 70 vjeçari, se më datë 12/7/2026 në fshatin Borsh. 3 shtetas kishin hyrë në banesën e tij, e kishin mbajtur me dhunë dhe e kishin kanosur me një imitues armë zjarri me qëllim vjedhjen e një shume parash. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Himar finalizuan operacionin policor të koduar Shuma. Në kuadër të operacionit u identifikuan, u lokalizuan dhe u vënë në pranga shtetasit EX 25 vjeç banues në Selenic, KT 23 vjeç banues në Vlorë dhe AC 19 vjeç banues në Vlorë. Nga verifikimet e kryera rezultoi se shtetasi me inicialet AC kishte thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi, të caktuar nga gjykata për krime në fushën e narkotikëve. Nga hetimet rezultoi se 3 shtetasit kishin mbajtur banesën e 70 vjeçarit në vëzhgim për 2 ditë dhe kishin marrë me qira një automjet për të shkuar në vendin e ngjarjes dhe për të kryer edhe krimin. Materialet i referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme hetimore.
Të nderuar shikues, kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë mirupafshim.